Ti kam fal, ty me tana, Në një qytet që po zgjohet gjithnjë e më shumë ndaj artit, në Gostivar ka lindur një hapësirë që frymon elegancë, disiplinë dhe pasion. Një studio baleti ku muzika takohet me shpirtin dhe çdo lëvizje rrëfen një histori. Ai është shembulli se si ëndrat mund të shndrohen në realitet ndërsa beson ti në to. Nga skenat ndërkombëtare ku ka marrë çmime Eduard Trokitje tek bashkëpunimet me emra të njohur të artit, sot ai kthehet në qytetin e tij për të ndarë përvojën, për të frymzuar dhe për të ndërtuar një vend ku arti nuk ka kufij. Bëhet fjalë për Andi Ismailin, balerinin që ka vendosur të kthejë pasionin e tij në një mision. Të rrisë gjenerata që flasin me trup, ndjejnë me shpirt dhe shprehin me art. Ne biseduam për planet e tua, për dëshirat e tua, për pikësynimet e tua jetësore. Dhe një nga ta ishte të hapje ti studion tënde. Për shumë pak kohë, edhe pse kur biseduam atëherë ishe më skeptik, thoje ndonjë ditë. Po ajo ndonjë ditë erdhi shumë shpejt. E bëre hapjen e studios tënde, më thuaj vështirësi, sakrificat, sfidat, pak para hapjes, a mendoje se nuk doja dala, a kishe ato dyshimet në vete, nga ana qoftë edhe teknike, po qoftë edhe nga mbështetja e të tjerëve? Ishte e rëndë, me thënë të drejtën, po e kam përkrahjen më të madhe prej prindërve dhe ato investuan shumë tek kjo puna ime, edhe besoj se ja kemi arritë, sepse ka interes shumë të madh, edhe më vjen shumë mirë kur dëgjoj se faktikisht se ato janë këtu, janë inspiruar nga unë, edhe kam mbi 45.000 dhe kursetash ndërkombëtar të regjistrimet e në hap. Tani është sezoni i dytë, më veç se i rihapjes së studios tënde që nga 3 qershori. Dhe duket se pjesa e para, po sezoni i parë ka pasur mjaft sukses pasi që numri ka shkuar duke u rritur 45, nuk është pak të rinj të cilët duan ta kenë hobi apo sikur në rastin tënd edhe një profesion i cili do i ndihmon që të arrijnë edhe në majat ndërkombëtare. Sa janë principiell fëmijët, sepse e dim që shumicën e rasteve fëmijët janë pak më të llastuar, nuk i përgjigjen shumë detyrimeve, nuk janë jo korrekt, por nuk janë principiell, do kisha më thënë. Unë mendoj se janë shumë principiell, sepse e duan këtë që e bëjnë, edhe unë mundohem sa më shumë sjellje të ngrohtë kem ndaj tyre, sepse kam mësuar nga gabimet e tjerëve kur i kam pasur si mësimdhënës apo si profesor i baletit, po, i kam mësuar çfarë mos bëjnë nga gabimet e tyre, edhe janë principiell, janë të kuptueshëm edhe ka shumë potencial, talentet, dhe unë me thënë drejtën rrit tash edhe them mazurit i kush prej këtyre vendi. Jo, nuk ta zën vendin, mundet vetëm të jetë një bashkëpunëtor me ty në të ardhmen. Do flasim edhe tek bashkëpunëtorët pastaj sepse kemi ca të reja të tipo, cilat grup mosha më shumë janë të interesuara? Ka moshat 10, 11, 9 vjeç, këta moshat. Gjinia nuk luan rol, ke nga dy gjini? Jo, kemi edhe meshkuj që janë interesuar këtu në vinë, po. Cili është stili që më shumë e duan? Kontemporane, në baletin modern e duan shumë të gjithë, edhe unë me të thënë të drejtën ndjehem më mirë tu japësin në stilin e baletit modern, po kjo është studio open, dhe vetëm kemi të gjitha stilet, të gjitha llojet e stileve. E besoje ti se një ditë në këtë moshë kaq të re ti do jesh mësimdhënës apo profesor i baletit për të themi edhe bashkëmoshatarët e tu? E besoja, me të drejtën, se e kam pasur gjithmonë këtë ambicje, këtë dëshirë, dhe në 2024 ka fundi i vitit 2024, bisedova me babin. Do e realizojmë bashkë dhe do ja dalim bashkë. Babi nuk hezitoj. Ata e din prindët se çfarë fëmijë kanë dhe se sa kem ambicie që nga zvëzhlia jyte. Më thuaj se sa herë në javë vinë dhe ushtrojnë fëmijët? Dhe më thënë 2 herë në javë, po tash do ta bëjmë ndarjen e grupeve në grup mosha dhe këto gjërash, sepse kemi edhe gara, do kemi edhe shfaqje edhe shumë mundësi të bukura të mira, sepse do kemi edhe workshop, do kemi edhe seminare këtu, do kemi mësim nga
emra të mëdhenj që nuk mundet t'i them tash, po Do i thosh herën e ardhshme kur do jemi. Do thënë me një fjalë ti do bësh edhe sa më interesant dhe sa më konkurruese atyre që ta japin maksimumin nga vetja që pse jo edhe ata të marrin një çmim të vlerësojmë sepse ne të gjithë kur vlerësojmë ose kur marrim një kompliment nga dikush mundohemi pastaj të japim edhe më shumë nga vetja sepse i duam komplimentet e marra. Andi ti Kje këto na tregojnë mbrapa që kemi që ke marrë shumë çmime dhe kjo nuk të ka bë të lesh shkollën, nuk të ka bë edhe të jesh një ndër nxënësit shumë të suksesshëm. Sa mendon se do ju ndikon edhe nxënësve të cilët do vinë tek baleti të largohen nga shkolla? Për pjesën e largimit të shkollës, Jo të largohen, po thjesht të defokusohen apo të fokusohen më shumë këtu, të gjejnë një lloj arsye. po mendoj se do ju ndikoj shumë sepse ata kur vinë edhe bëjnë punën këtu edhe me shumë dashuri. Edhe nuk e di, ta kenë shkollën, po është gjyshe se këtë e bëjnë me dashuri. Ty të ka penguar në kohën tënde të lirë kjo tani, sepse më nuk e kohë për shok. Nuk e kohë për shok, që? Shkolla, puna, shkolla. Me thënë të drejtën ishte shumë e vështirë, po kam profesor të mirë kuptueshëm, jo të gjithë, ta theksoj, jo të gjithë, por kam profesor të mirë kuptueshëm se si për shembull kujdestari ose drejtori, kur e dinë se unë kam gara edhe kam kështu lloj organizimesh ato gjithmonë janë aty për mua edhe më përkrajnë. Japin maksimumin për të përkrah, po në fund të ditës Andi kthehet dhe krenon shkollën me çmime dhe besoj se duhet jetë e ndërsjellët ajo pasi që edhe ti i bën të mburen me arritjet e tua. Ku jemi të arritjet Andi takohet me shumë fytyra publike, i të ka ra mundësia ndoshta edhe ato idhujt e tu ti takosh, siç ishte rasti i fundit edhe me Elbanën, do fokusohem këtu sepse ka konspiracione të ndryshme për fytyra publike, se jo është një njeri arrogant, një njeri është i butë, secili nga këndvështrimi vetë flet atë çfarë ai e mendon dhe ka të drejtën absolute. Andi, nga ana tjetër, dua të ma tregon eksperiencën personale që e pate me Elvanën dhe si arriti që ti Elvana të përzgjedh nga gjithë ajo turmë e njerëzve ty të thret pikërisht në skenën e saj madhështore. Elvana mund të them se është një super i ngrohtë me gjithë atë sukses, me ajo ka zotëruar gjithë dekada me muzikën dhe me punën e saj. Edhe me gjithë këtë sukses, me gjithë këtë famë, me gjithë këtë ajo përsëri është me këmbët në tokë edhe më fton mua edhe... Si erdhi te përzgjedhja, si të dalloj? Te përzgjedhja erdhi kur unë u dashurava me muzikën e saj, me punën e saj dhe thjesht gjithmonë bëja koreografia me këmbët e saj, kërceja i posten atmosferi, e bëja Elbanën Daga, i shite, më tonë të një kompliment. Do thënë dhe kthente në rrjetet sociale. Po, e kthente në rrjetet sociale, që është një shutje matë në thënë drejtën. E pastaj ndodhi që të shkoj në një koncert të saj. Edhe nga gjithë ato njerëz, sepse koncerti fillonte në orën 8, nga ora 6 që të jem aty në rënd të parë. Edhe më dalloj edhe pastaj ma bëni shenjë. Shkoj në skenë, brita pak. Çka ndodhi? Emocione nuk e di ato e kishte bërë jo vetëm një artist shqiptar këtë gjë, po një artist nga e gjithë bota. Është Shkëmbyet edhe biseda me të thatë diçka për më tutje për latë mundësi në të ardhmen për ndonjë bashkëpunim, se jo. Nuk do ma thuash? Po, pak a shumë e zbulua më duket, edhe pse nuk po ma the. Të shohim për rrjetet tua sociale dhe me shumë fytyra të tjera publike, me fytyra të ëmbla të cilat u dashuruan publiku nga formate të ndryshme, siç ishte rasti i fundit edhe me Danja, ku ajo të komplimenton dhe thot për ty je si një super yll. Si ndodh që u arrëmben zemrat të gjithëve? Mendoj se ato janë shumë të kuptueshëm kur vjen pjesa tek puna ime te arti. Edhe isha në një reality TV show në Top Channel që është e diasporës, ku atje i bëra unë disa koreografi edhe arrita në finale. Atje ishte edhe Danja Koka si moderatore, edhe ishte shumë ngrohtë bisedonte Koka së më kam befasuar me këtë qërësim që kam.
Shqipëria jashtëzakonisht shumë të fton dhe je gjithmonë prezent në shumë evenimente të Shqipërisë, edhe pse edhe në Shqipëri ka shumë balerinë. A e shef këtë si një arritje në tënde shumë të madhe, se edhe pse kanë ata talentet e tyre, të pikërisht të përzgjedhin përsëri ty për të qenë pjesë shfaqjeve të tyre të cilat ata i përgatisin në mënyrën sa më të mirë të mundshme mediatike? Normal është një arritje shumë normale, sepse unë kur kam qenë fëmijë kam parë Portokallien në televizor, e tash unë kërceva në natën e Krishtlindjes ose nuk e mbaj mend mirë, tek Portokallia. Edhe Kiara ti të më bëjnë që tash një prezentim shumë të vjetër si në tani sken. Unë e bana gjatën shikoja në televizor, në telefon, shifja këngët, kërceja me këngët e saj, dhe tash e nuk ta të kërcimi, që është një rritë normal. Edhe jam shumë të ndërë. Ti ke qenë pjesë edhe e shumë garave të ndryshme. Ka diçka të re? Ka, s'ka të re. Po përgatitesh për ndonjë garë? Po, përgatit. Është këtu apo është pak më jashtë vendit? Pak më jashtë vendit. Po nuk i dje. Do shohim. Do e shohim. Andi je shumë i mbyllur dhe nuk më tregon asgjë. Duam ta dimni. Puna ime është që ti marrim fjalët, të ti blejmë fjalët. Suksesi të flet vetë. Sigurisht po pretendon për vendin e parë. Normal. Më thuaj, çka i bën muzika trupit të njeriut? Është si një terapi e papërshkrueshme, domethënë se si ne ku kërcej ndjehemi lirë. Edhe sidomos kur jam në prashtu skenat e mëdha me 10.000 njerëz në skenë me Elbanën edhe ku ishe 10.000 telefona larg duke bërë video kështu me radhë, dhe pastaj dashuria që e morën nga njerëzit kur zbrita nga skena ishte e papërshkrueshme. Këtu, cili është mesazhi që ua thua apo cila është këshilla që ua thua nxënësve që vinë tek studio yt? Thjesht Sigurisht ke një parim që dëshiron të puna është gjithçka domethënë. Me punë gjersa gjithmonë probleme dhe të kam kështu. A je strikt? Strikt ja. Besoj se me sjellje të mirë, sjellje fillore, gjithçka arrihet. Se sa me kështu sjellje strikt. Unë kam punuar edhe me të koreograf. Kam punuar edhe me koreograf që është tash kërcimtari i Taylor Swift. Po, ai më ka mësuar shumë se nuk shkon gjithmonë kjo e sjellura. Prepotenca apo? Kjo prepotenca, kjo arroganca, kjo mëndima. A ishte e kundërta e kësaj? Po, ishte 100% e kundërta e kësaj, edhe pse ishte profesional shumë, ai gjithmonë u kushtat ngrohtësin brenda tij. A ndihmon që kur profesori thjesht nuk të jep atë stresin, po të lënë të jesh vetvekja, që ti të japësh maksimumin, a ndihmon në paraqitje në koreografi? Ndihmon shumë, edhe gjithmonë kur bëjmë kështu koreografia këtu, unë i caktoj lëvizjet, po gjithmonë jap edhe hapësirë që ta tregojmë pak edhe kreativitetin e tyre, të sjellin diçka të re. Edhe tua shoh potencial. Sa kohë duhet të mbajnë kursin apo shkollën për të marrë një diplomë? Me thënë të drejtën, duhet gjatë edhe duhet për kushtim, po do ju kisha thënë ose ta bëjmë me dashuri ose nëse bëjmë fare. Mendon të zgjerohesh për pas festivalit në qytete tjera? Po, Ke interesim, në fakt, ta bëj një pyetje pak më konkrete. Ka interesim për në rrjetet tua sociale nga fëmijë nga vende tjera? Po, ka. Edhe kam edhe disa bursa që më zgjerohet të shfrytëzoj nga biblioteka. Që ndikoj të vjet. Po edhe për të pyetjen, po, dua sa më lart, të shpresoj. Ta bësh një franshizë dhe në përgjithë Maqedonim, se jo edhe në rajon ta kemi Andin si një nga emrat të balerinëve më të suksesshëm. Eksperienca yte me profesorët tu shqiptar, dua ta them, jo të shkollës, të baletit. Me profesorët e baletit shqiptar janë gjithë profesionistë, të kështu. Kam punuar me emra të mëdhenj, me
Ilir Qirin kam pasur një bashkëpunim në reklamën digital para disa muajve e bëm një emision në profesionali të diasporës. Pastaj është edhe Albinako. Albinako është shumë i përkryer edhe ka sukses të madh në fakultet. Edhe Cili është më strikt? strikt nuk do e përdorja fjalën strikt, asnjëri, po asë këtë janë shumë profesionist. Edhe përveç tyre me Kredikadiu kam pasur në seminar. Kredikadiu është shumë i mrekullueshëm edhe Po të ta japin një mundësi në Dancing with the Stars, do shkon ande? po pse jo. Jam i hapur të provoj këto, sidomos me ekranin shqiptar ku janë gjithë shumë të mirë. A mendon se për një periudhë shumë të shkurtë vallëzimi apo profesioni juaj do bëhet edhe sa më shumë me interes edhe sa më i kapshëm edhe më pak paradoksal? Po, besoj edhe do bëj gjithçka të mundshme që do të bëj. Diçka që do të thuash për në fund? Në fund, është faleminderit për këtë intervistë, të kënaqja dhe puna nuk është. Do na ftosh kur do kesh surpriza tjera? Po, edhe do t'i flas. Padyshim që po. Atëherë do të lejmë tani pak edhe të na bësh një koreografi vetëm dhe pastaj do të largohemi edhe ne nga studio. Në çdo hap të tij ndjen forcën e ëndrrës, në çdo lëvizje ndjen historinë e një djali që nuk dorëzohet përballë sfidave, por i shndron ato në art. Studio e Andi Ismailit nuk është vetëm një vend për të mësuar balet, është një laborator i shpirtit, ku pasioni bëhet frymëzim dhe ku ëndrat mësojnë të vallëzojnë. Sepse për Andin, baleti nuk është thjesht vallëzim, është mënyrë më e bukur për të treguar se gjithçka që bëhet me zemër mbetet për jetë art.